Ilerian Celibashi të dorëzoj çdo dokument që kërkohet në përputhje me ligjin dhe të hedh poshtë qëndrimin e turpshëm për i mercenari të Ilir Usmailit, një figurë e zhveshur nga çdo lloj norme dhe standardi njerëzor, një shërbëtor pas një parim që ka votuar dje të mos u japin proces verbalet e qendrave të votimit kandidatëve apo Partisë Demokratike për Kuksin. Ku kemi fituar? Dëgjoni, ku kemi fituar? Proces verbalet. Edi Rama që s'kërkoi dot një proces verbal kur në 2009 u kujtua pas 4 muaj pas zgjedhjes të hap kutit, thoshte. Këta s'japin proces verbale, dje një sfaqato, një mercenar pa asnjë lloj norme morale njerëzore blokon proces verbal